Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Sot me lejnë Allahu Azza wa Jalla do të fillojmë përmendjen e shenjave të vogla të Kiametit. Dhe si kemi thënë edhe më parë, shenjat që apo ngjarjet që jashtëzakonshme ose të jashtëzakonshme, jashtë normales që do të ndodhin para Kiametit dhe që lajmërojnë afrimin e tij, dietarët i ndajnë në dy grupe, në të mëdha dhe në të vogla. Ne folëm për të mëdhat. Përsepër të voglave, nga të parat që përmendin dietarët është dërgimi i profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, caktimi i këtij misioni nga Allahu i lartësuar dhe deklarimi i tij se është i dërguar nga Allahu. Siç thotë në hadithin e Sahl ibn Sa'dit radiallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bu'ithtu ana wa sa'a ka hadhihi min hadhihi aw ka hatain." Jam dërguar unë, thot, dhe Kiameti si këta të dy. Dhe thot transmetuesi i hadithit, afroi apo bashkoi dishin tregues me dishin e mesit. Ky është dishi tregues dhe ky i mesit. Këta të dy, a janë afër me njëri tjetrin? Janë shumë pranë gjithë. Nëse është kuptimi, apo kuptimi tjetër, nëse gjatësia e njërit nga tjetri është e vogël. Sidoqoftë, kuptimi i parë apo i dytë, hadithi i profetit alayhis salatu më tregon që dërgesa e Muhamedit alayhis salatu wassalam, misioni i tij si dërguar nga Allahu, është shenjë paralajmëruese e afrimit të Kiametit. Dhe kur e ka thënë këtë fjalë profeti alayhis salatu wassalam para 14 shekush, atëherë sa ka mbetur, akoma dhe më shumë është afruar. Saqë në një hadith tjetër profeti alayhis salatu wassalam ka thënë: "Bu'ithu ana wa sa'a jami'an in kadat latusbiquni." Unë dhe Kiameti jemi dërguar të dy, pra që afër, sikur janë në të njëjtën kohë, shumë pranë njëri tjetrit, sikur s'ka ndonjë distancë kohore midis tyre. Dhe gati sa nuk ma kaloj mua, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithi është i saktë tek Musnedi Imam Ahmedit, ndërsa i pari tek Buhariu dhe Muslimi. Pra, aq pranë është. Aq pranë është Kiameti. Shenjë tjetër e dytë është vdekja e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam. Caktimi i tij si dërguar nga Allahu, shenjë. Por edhe vdekja e tij alayhis salatu wassalam, shenjë e Kiametit. Siç vjen në hadithin e Auf bin Malik, që kemi përmendur edhe më parë, udut sitten bejnë yadei sa'a, numero 6 para Kiametit. Dhe përmendi ndërto mauti, vdekja ime. Vdekja ime. Pra dhe largimi i profetit alayhis salatu wassalam nga kjo dynja është në shenjat e Kiametit. Shenjë tjetër e treta për sot është çlirimi i Beitul Maqdis, i Qudsit. Çlirimi i tij vjen në të njëjtin hadith që përmendëm më parë, hadithin Auf ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, që është tek Buhariu, ku profeti alayhis salatu wasallam tha numero 6 para ardhjes së ndodhjes së Kiametit, dhe ndërto përmendi Fethu Beiti al-Maqdis. Fethu Beiti al-Maqdis, dhe kjo thon dietarët ka ndodhur në vitin e 16 të Hijrit, në kohën kur udhëheqësi i muslimanëve ishte Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Pra që e kishin të tjerë dhe e qiroi atë Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Shenjë tjetër është mortaja e Amuasit. Amuasi është qyteti Kura, vendi kur filloi fillimisht kjo epidemi, dhe është në Palestinë, sot e pushtuar nga çifutët mizor, Allahu i shkataroft, dhe pastrofa atë vend nga këmbët e tyre të pista. Ka qenë, është territor palestinez, u quajt mortaja apo epidemia e Amuasit, sepse filloi në këtë vend. Dhe thonë dietarët, historianët, se ka ndodhur në vitin e 18 të Hijrit,
pra është realizuar kjo shenjë. Profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij që përmendi më parë, Auf ibn Malik tha, thumma mautan ya'khudhu fikum qiyasi al-ghanam. Pastaj do të ndodhë, do të përhap midis jush vdekje e madhe, masive, qiyasi al-ghanam. Al-ghanam i thon bartis. Qiyas ka për qëllim sëmundje, që e prek të bartinë dhe ngrorte. Epidemitë të bartit, edhe ngrorte. Pra ishte ngrordhja e shpejtë dhe masive, njëjtë edhe kjo lloj epidemie. Dhe thot Ibn Hajar, Allah më shëroft, se kjo shenjë e paralajmëruar nga profeti alayhi salatu wasallam ndodhi në kohën e Umarit radhiyallahu ta'ala anhu pas çlirimit të Beitul Maqdis, pra Kutsit dhe territoreve për qark tij. Dhe në këtë kanë vdekur sahab, ka prekur dhe sahab si Abu Ubejde ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu dhe sahab tjerë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur është pyetur nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha për një sëmundje të tillë, taunin murtarin, ka thënë: "Innahu kana 'adhaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha faj'alahu Allahu wa rahmatan lil mu'minin." Kjo sëmundje pra është dënim që Allahu e dërgon ku të dëshiroj, por e bën mëshirë për besimtarët. E bën mëshirë për besimtarët dhe është tek hadith e Sahih Imam Buhariu. Gjithashtu profeti alayhi salatu wasallam ka thënë: "At-ta'un shahadatun li kulli muslim." Mortaja është gratë shahidllëku për çdo musliman. Pra kush nga muslimanët vdes në një epidemi apo sëmundje e tillë, ka gradën e shahidit. Normalisht jo si shahidi në luftë, sepse dhe shahidet nuk janë të gjithë në të njëjtën gradë. Dhe përfundimet e tilla të mira me këtë lloj grade vijnë nga profeti alayhi salatu wasallam edhe për vdekje të tjera, i mbyti, ai që zgjedh në rrënoja, i djeguri, gruaja, lehon e tjerë. Hynë marrin gradë shahidi, por jo si shahidi i luftës, sepse edhe shahidi i luftës nuk janë të gjithë një lloj. Dikush më i sinqert se dikush tjetër e tjerë. E rëndësishme është që një shenjë e tillë ka ndodhur, siç e paralajmëroi profeti alayhi salatu wasallam, do përhap në mesin e muslimanëve dhe shtartoi vdekje të mëdha edhe ndërmjet sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Një shenjë tjetër është shtimi dhe përhapja e madhe e pasurisë, pra mirëqenia e madhe. Siç vjen në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë: "La taqumu sa'a hatta yakthuru fikum al-mal, fa yafida hatta yuhimma rabbul mal man yaqbal sadaqatahu, wa hatta ya'ridahu fa yaqul alladhi yu'rad alayhi la araba li." Nuk ka për të ndodhur kiameti, thot profeti alayhi salatu wasallam, derisa të shtohet pasuria, të shtohet midis jush pasuria, pra tritet mirëqenia juaj. Kujt ja tha të fjalë fillimisht? Ja tha sahabëve. Dhe sahabët ishin të varfër në atë kohë. Një pjesë e tyre binin në tokë nga uria. Nuk ishin strerë ku të fusnin kokën. Nuk ishin rrobat mbulonin trupin. Profeti alayhi salatu wasallam i paralajmëroi dhe u tregoi se si do të shndrohet gjendja e tyre. Nga të varfër në këtë ekstrem, në të pasur të atill, sa që thot, do të përhapet pasuria dhe njeriu i pasur, pra që pasurin, do të shqetësohet se kush t'ja pranoj sadakan, se nuk ja merr njeri zakatin. Shkon t'i japi zakatin dikujt, që është shtylla e Islamit dhe e din çfarë është zakati, nuk ja merr njeri, sepse thot, nuk jam për atyre që e meritojnë, dhe unë kam timen për të dhënë dhe s'ma merr njeri. Dhe shkon të personi për t'i dhënë zakatin, thot, dhe ai thot, nuk kam nevojë për të, thot. Nuk kam nevojë për të, pra nuk gjen njeri, nuk gjen musliman që t'i pranoj zakatin. Mirëqenie e madhe. Si sot Ibn Hajar, në lidhje me këtë hadith, Allahu më shëroft, thotë, ky hadith tregon për tre çështje.
E para thot, profeti alayhi salatu wassalam tregoi se do të shtohet pasuria muslimanëve. Pra muslimanët do të bëhen të pasur. Dhe kjo ndodhi thotë që në kohën e sahabëve, filloi të ndodhë që në kohën e sahabëve, radiallahu ta'ala anhum. Pra filloi të ndryshoi gjendja e sahabëve që në kohën e tyre. Kur filluan të çlironin dhe të shtrinin territorin e tyre në vendet e tjera, të ndanin, më pas çliruan Persin, çliruan territorin nga romakët, bizantinët dhe morën prej pasurive të tyre. Filluan, sa që thot Ibn Hajar, ka pasur nga sahabët që kur kanë vdekur, kanë lënë pas pasurit madhe shumë dhe e ndanin arin me sopat. Pra që ishin copa të mëdha floriri, e ndanin me sopat. Radiallahu ta'ala anhum. Gjithashtu thotë, hadithit ndër të tjera tregon edhe për përhapjen e kësaj pasurie, sepse mund të ketë njerëz që bëhen të pasur, por pjesa tjetër e shoqërisë është e varfër. Pra ka njerëz të pasur, por këta janë një pjesë e shoqërisë. Dhe jo gjitha. Ndërkohë që profeti alayhis salam tregoi që e gjitha do të jetë. Saqë nuk gjendet njëri që ta pranojë zakatin. Çfarë tregon? S'ka të varfër më. Dhe treta që tregon hadithi është se njerëzit do të jenë të pasur në atë mas sa nuk do të kenë as lartëmi, as dëshirë për të marrë sadakat dhe zakat nga të tjerët. Çfarë mirëqenie, Allahu akbar. Sot njerëzit burren me shtete të pasura, filan shtet në Amerikë, në Europë, kanë të ardhura të mira atje, por ti ne të varfër sa dush atje. Ti të varfër sa dush. Sepse i varfër nuk është vetëm ai që lyp në rrugë. Ja, ai është ekstrem i fare. Por i varfër është çdo kush që nuk plotson nevojat e tij. Ti atje plot njerëz që s'plotsojnë dot nevojat e tyre, për arsimimin e fëmijëve apo për ndonjë kurimin ndonjë sëmundje e tjerë. Shenjë tjetër për cilën ka paralajmëruar profeti alayhis salatu wassalam është edhe shtimi apo shfaqja e fitneve. Normalisht fitne ka gjithmonë, por profeti alayhis salatu wassalam tregon për masat e mëdha të tyre dhe shumëllojshmërinë e tyre, përhapjen e tyre në mas, shtrirjen e tyre. Siç në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, la taqumu sa'a hatta nuk ka përndodhur kiameti derisa dhe përmendi wa tadhharu al-fitan, dhe të shfaqen fitnet. Dhe të shfaqen fitnet. Dhe kjo shenjë filloi të shfaqet dhe të realizohet që në kohën e sahabëve. Shpejt. Vrasja e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Shfaqja e sekteve, grupacioneve të ndryshme, Khawarijët, Kaderijet, Rafidat e tjerë. Shenjë që filloi të shfaqet dhe bëhet fjalë për shenja që grupe që patën pasues të shumt, grupe të cilët luftuan me muslimanët, pati vrasje, luftra midis tyre për hakun, për të vërtetën. Ata të cilët ishin në rrugën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, i luftuan të grupe, i dënuan njerëzit të këtyre grupeve edhe me ndëshkime penale, edhe me luftë, edhe me ekzekutime, përpati edhe konfrontime, betejë midis tyre. Dhe kjo është fitne që ndodhi. Tjetër shenjë që përmendin dietarët është edhe ndjekja e zakoneve të popujve të mëparshëm. Dhe kjo përveç se një shenjë është edhe një fatkeqësi e madhe që i ka prekur jo pak muslimanë sot. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, la taqumu as-sa'a hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Nuk ka përndodhur kiameti, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, derisa ummeti im
do të marri nga zakonet e atyre që ishin shekujve të mëparshëm, pra të umeteve më parë. Pëllëmb pas pëllëmbë, para krah pas para krahu. I thanë, o i dërguari i Allahut, a bëhet fjalë për persët dhe romakët? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, o meni nasi illa ulaik. E kush tjetër nga njerëzit përveç tyre? Gjithashtu në hadithin e Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la tattabi'ana sunanan man qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Ju do të ndiqni sunetet, zakonet, ritet e atyre që ishin përpara jush. Pëllëm për pëllëm do të ndiqni, para krah pas para krah. E nëse ata hyjnë në vrimën e hardhucës, edhe ju do të hyni në të. Vrima e hardhucës këtu bëhet fjalë për atë si zhapik, po me përmasa më të mëdha se zhapiru që jeton në shkretëtir dhe e ka folenin e tij në tokë. Solli të shembull me të kafsh profeti alayhi salatu selam, sepse vrima e saj, foleja e saj është errët, e ngushtë dhe ka erë të keqe. Gjë që tregon që një pjesë e muslimanëve do t'i pasojë zakonet e tyre edhe pse janë kaq të pista, edhe pse janë zakone të dëmshme, të këqija, të ndyra, prap do të ketë që do t'i pasojnë. Prap do t'i pasojnë me përpikmëri, pëllëm për pëllëm, para për para krah, në ekstrem, ata në ekstrem edhe këta. Dhe ka ndodhur kjo gjë. Ka ndodhur kjo gjë, do t'i shohësh disa musliman që fillojnë dhe i bëjnë disa zakone sipas disa riteve fetare të tyre. Për shembull disa akte martesore, formati që e kryen, mënyra si e kryen, shumë e përngjashme me atë që bëjnë të krishterët, qoftë në xhamia apo jashtë saj. Festojnë ata ditëlindjen e profetit tyre, profetit që pretendojnë ata se ai joni është Isa alayhis salam. Bëjnë edhe disa muslimanë me vlut, duke u përngjasuar me përpikmëri atyre. Bëjnë ata festat e tyre, edhe muslimanët marrin pjesë në festat e tyre. Bëjnë ata rite që janë shirk, dalin disa muslimanë që i bëjnë edhe rite të tilla dhe dalin dhe ata nga feja. La të truni që me etratin Nasara Isa ibn Maryam, mos e teproni me mua si që tepruan të krishterët me birin e Meremes, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. E tepruan ata, dalin se muslimanë, e teprojnë me Muhamedin alayhi salatu selam. Nga pozita e pasimit, bindjes, nderimit, kalojnë në fazën e ekstremizmit duke adhuruar atë. Kjo është përngjasim. Ata adhurojnë këtë profet, këta adhurojnë këtë profet. Përngjasojnë. Për përngjasimi i vëllezër është shumë i gjerë. Nuk është vetëm tek mënyra e veshjes, tek mënyra e të jetuarit, paktën qoftë edhe disa zakone, por edhe arrin edhe tek shirku. Dhe ndalesa nuk përfshin pasimin e tyre në çështje që ka dobi, siç mund të jetë në teknologji, në zbulime shkencore, në çështje arsimore, dituri e tjerë. Kjo jo vetëm që lejohet, por muslimanët duhet i marrin njohuritë. Muslimanët duhet ta marrin diturinë edhe nga qafiri. El-hikmatu dalatul mu'min min haythu wajadaha akhadhaha, thot profeti alayhi salatu wasallam. Urtësia, mençuria, plaçk e humbur e muslimanit që e gjen, e merr nga kushdo që e gjen. Pra se e plaçka e luftës që kudo që e gjen, ti e merr kushdo ta ketë. Ti e merr se ka dobi për ty. Edhe me diçka që është zbulim shkencor, pajisje teknologjike e tjerë, edhe pse se kanë shpikur muslimanët parët, edhe prodhojnë jo muslimanët, lejohet dhe duhet ta marrësh, se ka dobi. Por hadithet përngjasojnë përngjasimin në atë që përmendëm më parë.
në ato që përmendëm më parë. Saqë ka disa prej tyre që fillojnë dhe duan të interpretojnë fenë edhe sipas mënyrave që ndjekin jo muslimanët, xifutët apo krishterët. Apo duan të interpretojnë apo të japin gruas liri në thonjza që i kanë dhënë asaj të krishterët apo xifutët, që në realitet nuk është liri, por është ose mbi ngarkesë për gruan, ose është heqje, ose është dalje e gruas nga mbrojtja e saj, nga përkujdesja ndaj saj, por duke e lënë atë të zhveshur, të vetmuar midis ujqërve. Dhe kjo shenjë ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë, se normalisht njerëzit vëllezër kanë tendencë që ta imitojnë të fortin, ta imitojnë atë që është i pasur, i zhvilluar, i famshëm. Është tendencë kjo. Por muslimani, sado i varfër të jetë, sado i pazhvilluar të jetë, është më i lartë. Është më i larti. Dikur ata na përngjasonin ne. Dikur ata përngjasonin me ne. Me zakonet tona. Sa që përmendet që edhe ai pelerinë e zezë që e mbajnë gjykatësit sot, e kanë marrë nga muslimanët. Sepse nga muslimanët i pari që e ka vendosur si rregull për gjykatësit ka qenë Ebu Jusuf, nxënësi i Ebu Hanifes, Allahu i mëshiroft. Ai e vuri si rregull për të dalluar gjykatësin në shoqëri, pelerinën e zezë. Dhe në plot çështje të tjera. Prandaj muslimani duhet ta ndjejë, jo thjesht ta di, por edhe ta ndjejë që është më i lartë. Është më i lartit tek Allahu Azza wa Jall për shkak të akides dhe besimit që ai ka. Shenjë tjetër e kiametit është përhapja e qetësisë, sigurisë. Nuk ka frikë, nuk ka pasiguri më në shoqëri. Për cilën nga Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu se thot, po qëndroja me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe vjen një person dhe ankrohet për varfërinë, më pas vjen një tjetër dhe ankrohet për pasigurinë, pra mungesën e sigurisë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha, o Adi, a ke parë ti El Hiyara? Hiyara është qytet në Siri, në Sham, rreth 134 kilometra nga Damasku, që është kryeqyteti i Sirisë. A ke parë të qyteti, tha? Adi i tha, jo i dërguari i Allahut, por kam dëgjuar për të. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, nëse do të jetosh gjatë, atëherë do të shohësh gruan në Haudej. Haudej janë ato si kuti katrore mbi deve ku qëndronte gruaja në udhtim, si kabinë, thënë më mirë, kabinë e vogël, ku rrinte gruaja, vjen mbi kurrizin e deves, dhe aty rrinte gruaja, ishte mbuluar dhe me copë që mund të ishte shamin gjatë udhtimit saj, pra të rrinte e lirshme. Sepse udhtimi në deve nuk është i lehtë, për shkak të tronditjeve që ka që kafsh në udhëtim. Do ta shohësh gruan e tillë, pra, që udhëton nga Hijara dhe vjen në Qabe, bën tavaf dhe nuk ka frikë askënd përveç Allahut. Nuk ka frikë askënd përveç Allahut Azza wa Jall. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam tregoi për një distancë të madhe që i kalon 1000 e ca kilometra është nga ky qytet i Sirisë së sotme, deri në Mekë, ajo udhton e qetë dhe nuk ka frikë askënd përveç Allahut. Pra nuk kanë frikë udhëtarët se do t'i sulmoj dikush etj etj. Dhe thot Adi ibn Hatim, thot, dhe e kam parë këtë gjë të ndodhë. E kam parë një grua për bënte tavaf rreth Qabes që ishte nga ky vend, nga Hijara. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur më tha këtë fjalë, thot Adi ibn Hatim, kur më tha profeti alaihi sallam me këtë fjalë, unë pyesja veten, ku janë të këqinjtë Taifis? Ishin njerëz hajdut, gjakatar, pra që i prisnin rrugën udhëtarëve, i vrisnin, i bënin dëmet, i vidhnin.
Pra, a nuk do të jetë më të tillë? Pyeste veten. Ndërkohë që ata ekzistonin, që ishte frikë dilje të thoje se të dilshin ata para. Si çka pas këtu dikur. Deri në kohën e mbretit Zor ka pas. Për shembull, hajdut që i dilnin udhëtarëve para ose vrisnin ata taksamblecit e shtetit, i vrisnin. Sa që tregojnë edhe banorë nga fshati këtu afër Elbasanit, policë kanë qenë të tillë që i dilshin udhëtarëve para. Nga polisi kanë qenë. Pra deri këtu afër qytetit, saqë ka pas tregojnë familjen nga qyteti i Elbasanit, detyroheshin, imponoheshin, zinin miqësi me një familje atje që ta kishin një garanci. Që kur thonin, mos sonin dëm. Një tjetër shenjë El Hijra, si thamne, në Siri, jo është në Irak. Lapsus to. El Hijra është në Irak. Është në Irak dhe nuk është ai distancë që përmendet me Damaskus, sepse është tjetër vend. Tjetër shenjë që paralajmëroi profeti alayhis salam është dalja apo shpërthimi një zjarri të madh në tokën e Hijazit. Hijazi është një krahinë e madhe në Arabinë Saudite që shtrihet në anën perëndimore, pra në anën e detit, në anën perëndimore, në atë anë është rrethuar me det, pra jo nga krahu lindor që është Irani e tjerë këto krahina, por nga ana perëndimore e saj. Dhe thon dietarët në Medinë, pikërisht në Medinë. Për cilën nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La taqumu sa'a hatta takhruja an-naru min ardi al-Hijaz tudhi'u a'naq al-ibli bi Busra." Nuk ka për të ndodhur kiameti derisa të shfaqet, të shpërthejë një zjarr i madh në tokën e Hijazit, i cili do të ndriçojë qafat e deveve në Busra. Busra është qyteti në Siri, që përmendëm gabimisht më parë. Dhe është 134 km nga Damasku, por rreth 1195 km nga Medina. Dhe Hijaz është krahinë e madhe që përfshin Mekën, Medinën, Xhidden, Taifin, Tebukun, si krahinë. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam se në këtë vend do shpërthej një zjarr i madh, ndriçimi i cili do arrijë deri kaq larg, 1195 km. Do ndriçojë qafat e deveve, pra devet kur të krahas natën, do duket dritë. Nga i zjarr me përmasa gjigande që ka. Dhe thon dietarët se kjo shenjë ka ndodhur. Ka ndodhur, thonë, në mesin e shekullit të 7, në vitin 654 të Hijrit. Dhe ishte një zjarr shumë i madh. Sa që të gjithë banorët e Shamit e shihnin atë zjarr, me fjalë ndriçimin e atij zjarri, e dallonin. E dallonin atë zjarr. Dhe thot Ibn Kathiri, thot se kanë dëshmuar disa barinë devesh, në Busra, të qytetin Siri, që kanë parë dritën, ndriçimin e zjarrit të binte në qafat e deveve. Normalisht natën, sa atëherë duket. Siç paralajmëroi dhe siç e përshkroi profeti sallallahu alaihi wasallam. Shenja tjetër dhe e fundit për sot, që paralajmëroi profeti alaihi salatu wassalam, është lufta me turqit. Cili është kuptimi me turqit tu? Kuptimi me turqit tu nuk janë turqit e sotëm, ata që njihen sot në Turqi apo ata më parë që i përkisin perandorisë osmane, sepse ata janë muslimanë. Por qëllimi me turqit janë një pjesë nga mongolët. Një pjesë nga mongolët dhe bëhet fjalë për turq pa besimtar, qafira, jo musliman. Dhe lufta me ta, fillimisht profeti alayhis salam ka ndaluar nga lufta me ta. Utruku turk ma tarakukum. Lërini turqit nëse ju lejnë. Pra mos hapni ju luftparët. Mos e nisni ju luftën, mos e provokoni. Kjo për shkak të agresivitetit, urrëties së madhe që kanë ata ndaj muslimanëve, por që janë dhe të fortë. Dhe historia islame ka dëshmuar se ata kur kanë pushtuar territori islame kanë bërë masakra.
Kanë qenë barbarë në kuptimin e plot të fjalës, njerëz gjeratar. Dhe lufta me ta ka filluar që në kohën e sahabit Muawijes radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ka vazhduar me shekuj, betejë pas betejë në periudha të ndryshme kohore. Pra një luftë që ka zgjatur me shekuj, për cilën nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La taqumu sa'a hatta tuqatilu turk." Nuk ka përdorur kiameti derisa të bëni luftë me turqit. Dhe i ka përshkruar cilët janë ata. Ka thënë sy të vegjël, hun të vogla, fytyra turkuqe si parzmorja, pra të gjera. Në përcjelljen ky është Buhariu, në përcjelljen e Muslimit, veshin në këmbë lesh dhe ecin mbi lesh. Pra ecin me sandala apo këpucë të prodhuara nga leshi. Kështu i ka përshkruar profeti alayhi salatu wassalam. Dhe përshkrimi i tyre përkon me mongolët. Dhe turqit që përmenden te hadith, tham, nuk janë turqit musliman, ata të Perëndërisë Osmane e tjerë, të sotshmit, por turq të tjerë që rrjedhin nga mongolët. Sot Mongolia për shembull, shumica e popullsisë janë budist. Një pjesë tjetër e madhe janë pa fe. Muslimanët janë vetëm 3%. Pastaj vijnë besime tjera. Është një territor shumë i madh, mbi 1 milion kilometër katror, dhe ka një popullsi shumë të vogël në raport me sipërfaqen. Dhe thotë dietari Nawawiu, thotë se ky paralajmërim i profetit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur, thotë. Dhe ata ishin në përshkrimin, në cilësi imazhin, pamjen e tyre, siç i përshkroi profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimanët kanë bërë luftë, disa herë luftë me ta deri tani. Lufta ka filluar në kohën e Muawijes. Imam Nawawi thotë deri tani në kohën e tij, pra shekuj, rreth 7 shekuj. Që vazhdonte lufta me ta. Dhe thotë Ibn Hajar se lufta me ta ka filluar në kohën e khilafetit të Beni Umeje. Perandoria islame e Beni Umeje. Quhen Beni Umeje nga Umeje, njëri nga pararësit e tyre. Dhe i pari që vuri themelet është Muawiya ibn Abi Sufjan. Janë nga Qurayshët ta. Ta janë nga fizi Quraysh. Dhe në kohën e tyre pati shtrirje të madhe perandoria islame, territori islam. Pati shtrirje fort, pushtet shtrirje të madhe. Shkoi nga Kina deri në Francën Jugore, Afrikën Veriore e tjerë. Patën shtrirje të madhe, pra në një kohë të shkurtër të mendosh. Dhe kjo perandori ka zgjatur nga viti 41 deri në vitin 123 të Hijrit. Nga viti 41 deri në vitin 123 të Hijrit. Pra lufta me mongolët ka vazhduar gjatë. Thotë Hafidh an-Nawawi deri tani, thotë. Filloi me Muawiyen radhiyallahu ta'ala anhu deri tani, pra ke gati 7 shekuj që vazhdonte lufta me ta. Ka dhe shenja të tjera, të cilat i përmendim në netët e ardhshme inshallah. E lutim Allahun azza wa jall na shtoj diturinë, ta bëj atë të dobishme për ne në dynjë dhe në ahiret. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.